Tregoni tarikatxive, dervishve, që nuk po agjerojnë Ramazanin. Alija radiallahu anhu, ju apo thoni jemi iftar të Aliut. Në Alin e duam, edhe na e duam Aliun. Pa ai që e do Aliun, punon sikur Aliu, radiallahu anhu. Ai po thot hubbi be ileje fi dunja thalath, 3 gjona mu kanë dashuruar mu në dunja. As-sawmu fi s-sayf, ma agjeruan ver, kur është manzet. Çfarë agjerimi është në Medinë, në Mekë, në Tebuk? Çfarë të nxehti, çfarë temperaturë, çfarë të na? Nuk krahasohet. E dyta, waddarbu bis-sayf, luftë kundër dëshmanit. Dhe e treta, o ikramu d-dajf, edhe me bon ikram, me respektua misafirin. Këto kanë qenë prej vetit, virtyteve të Aliut radiallahu ta'ala anhu. 5 gjëra merrni prej meje, po thot Aliu. E para, la yerju abdun illa rabbah. Robi mos të lutet as kujt tjetër vetëm Allahu xhalla shanu. Pra mos gabojë të shkojë në tyrbe në varr. Këto ndëgjoni mirë. Alia po thot, la yerju abdun illa rabbah. E dyta, wala yakhaf illa dhanba. Mos të tutet kuj veç gjunahit vet le të tutet. E treta, wala yastahyi jahilun an yas'al amma la ya'lam. Gjahili ignoranti mos të turprohet aton çka se din me pyet, le të pyete. 3. Wala yastahyi alimun idha su'ila amma la ya'lam an yaqula Allahu a'lam. Edhe mos të vjen turp një dietarit që një gjë që nuk e di, me thonë se unë nuk e di, Allahu veç e din. Së turp, se dish, nuk e dish. Was-sabru min al-iman bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. Edhe sabri, ka thonë e 5 kjo, është në pozitën e imanit, sikur trupi me kokën. Vërtet fali, sikur koka me trupin. Sabri është si koka në trup. Men wala imanun limen la sabra la. Ai që s'ka sabër, s'ka iman. Pra sabri është sikur koka në trup. Ai që s'ka kokë, a ka trup? Këto prej fjalëve Aliut.